Deklarata e Stojanqe Angelovit se në vitin 2001 e sulmonim me tanke, ndërsa sot e mbrojmë me avion, duke ju referuar Niku Shtakut dhe komunës së Likovës, është e papranueshme, reagojnë nga BDI. Sipas tyre në vitin 2001, tanket nuk sulmonin vetëm fshatra, sulmonin vendbanime dhe qytetar të këtij shteti. Pas 25 vitesh të flasësh për ato ngjarje, me këtë gjuhë do të thosë se të shkelësh mbi plagët që ende mbajnë familje dhe qytetar të këtij vendi, thonë nga BDI. Kjo është gjuhë që nxit urrejtje dhe ndarje, por mbi të gjitha flet shumë për mendësinë e Stojanqe Angelovit dhe të gjithë stojanqeve të tjerë, që edhe një çerek shekulli më vonë vazhdojnë të shohin marrëveshjen paqësore të Ohrit jo si themelin e paqes dhe të bashkëjetesës, por si kërcënim. Pikërisht kjo mendësi e solli luftën e vitit 2001 dhe pikërisht këtë mendësi e mposhti marrëveshja e Ohrit. Ajo i dha fund logjikës së tankeve dhe vendosi një rend të ri, ku shteti duhet t'i mbrojë të gjithë qytetarët e vet, pa dallim etnie, gjuhe apo vendbanimi. Sot është mirë që shteti e mbron Niku Shtakun nga zjarret, thuhet në reagimin e BDI-s, duke shtuar se do të ishte edhe më mirë që 25 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, të gjithë ta kuptonin se Niku Shtaku, Likova, Tetova, Shkupi dhe çdo vendbanim tjetër janë njësoj pjesë e këtij shteti dhe qytetarët e tyre meritojnë mbrojtje, respekt dhe dinjitet të barabartë.